Goca, mik, goca. Ju kujtohet ai vaj ullirit? Vaj udhirit. Extra virgjine. Më dhënë... Jo ulliri, udhiri. Ulliri, a? Udhiri, mër. Ulliri? Se vaj udhirit është ai që është tamam. Ky ishte vaj udhiri. Ulliri. Atere, si ishte? Udhiri. Ai, i famshmi. Bia. Pa bia, jo këto. Je pëse keni lexuar këto etiketat, je pa... Man mërja. Vaj që... Pio, po nga këta. Pio nga këshu nga këta. Nga këta, që kishte brënda, që nuk kishte. Se ju mendoni se vaj ekstra virgjine, ose ky i virgjëri i mirë, dhe më thënë me ati ulliri në shqil, që shtrydhen temperaturat ulta e tjerë, është vetëm një për... Pa je pra jo. Pa je pra jo. Pa i qik vaj kikiriko e doj. Pa tjetër, për Pa i palme. Tjetër. Pa i qik gjyrus. Tjetër që e do. Pa tjetër, për që pa të nashion dhe shia në salat. Pa tjetër. Edhe era, edhe në gjyra. Po pos të dojgji pak tuk e fyci për shkak të këtyre. Jo të djek, po të t'japi dhe që koll. Edhe dhimi e stomaku. Sigur ke pi duhan të fort. I fort. E pas keni fort vaj në ullirit. I fort është e po. Atere, në fakt, sot, pas materialve që kemi transmetuar që do t'ju rikujtojmë, kam masa prokuroria e Beratit, në fakt duaj një duar tërkitje për të. Dhe, po pitjet shumë shpejt ulliri i ri. Mos blini më vaj ulliri ekstra virgjine këtë periudhë pak, nëse nuk ka më. Shtesh një përzierje. Mos porosisni online, sepse nuk ka të sakt. Kush e ka të mirë, e ka shitur, ose ke italianet, e kam blejt që në arë, kokrat e ullinit, nuk ka më. Doni kujdes. Por, një apel shumë qytetar, kur të pigjit kjo ulliri tjetër i radhës, se dërgoni një mesazh ku shikoni këto batakqin. Pa tjetër. Këta matrapas, këta maskaren që shesin kështu ekstra virgjine në Berat, ekstra virgjine në Shkodër, apo dhe në Tiranë, a ku të qofshin? Një SMS dhe... Me ata që prekin sigurinë ushqimore do jemi të pamëshirshëm. Kush rrezikon fëmijët tanë, shqiptarëve të pamëshirshëm. Shiko, sot në çdo supermarket dhe në Shqipëri ka vaj misri apo lule dielli dhe vaj ulliri. Janë të ndara. Vetëm para 90-s ata që kanë jetuar në e përzinin bashk, e quhej vaj sallate. Jo, ka dhe produkt që thot i përzier. I përzier. Është i përzier, je përzier tamam. Vaj sallate në atë kohë ishte edhe kështu edhe ashtu. Hanim ne. Dijeni pak. Me siguri, ju e kujtoni fare mirë rastin e transmetuar në shkurt të këtij viti, ku në qendër ishte një çift bashortësh nga Berati, të cilët në qytetin e Shkodrës kryenin veprimtarinë e tyre të rrezikshme dhe të palishme, atë të shitjes së vajt ullirit të falsifikuar. E risjellim në vëmendje. Kemi ardhur në Shkodër sot për të investiguar një rast, një veprimtari të palishme. Sipas informacioneve të bërritura në redaksin e emisionit Stop, një çift i quajtur Edison dhe Vojsava Beshiri, me origjinë nga Dimali, prej 2 vitesh, kryen aktivitetin e palishëm të shitjes së vajit të ullirit, por që në të vërtetë nuk është vaj ulliri. Së pari do bëjmë blerjen. Para se të filloj me blerjen e produktit, shihni qartësisht se kjo tabel tregon se këtu tregtohet vaj ulliri ekstra i virgjër, 100% bio. Në të vërtetë, sipas këtyre analizave laboratorike, nuk kemi të bëjmë fare me vaj ekstra të virgjër, por as me vaj të virgjër. Nuk i ndjej erë unë ti, që do të thotë që është i përzier vaj. Me këto analiza, me këtë fletë, apo që ka dalë nga laborator. Ale, mos i do të vëllësh. Çe pun që? Ne volojmë. Po. Si shkon, po do të pasë punë. Dhe po të këtë marrë të shumë. Mani ton, marrë atë. Me urdhër të drejtueses së prokurorisë së Beratit, zonjës Edina Kurti, të cilën e falenderojmë publikisht për bashkëpunimin e radhës, u kryen kontrolle njëkohësisht në Dimal në banesën e prindërve të shitësit Edison Beshiri dhe po ashtu në Shkodër, ku bashortët kryenin prej disa kohësh shitjen e produktit.
U sekuestruan 300 litra vaj për zjerje lëndësh pa njohura dhe të dëmshme dhe automjeti me të cilin shitej vaj në qytetin e Shkodrës, njoftoi policia. Janë njësër veprash penale, të cilat janë duke u hetuar, pavarësisht se personi është shpallur në kërkim, një ditë ai do të përballet me drejtësinë dhe drejtësia do vihet në vend për të gjithë ato persona të cilët kanë konsumuar produkte të rrezikshme për shëndetin. Pavarësisht se çifti u arratis apo mori vesh lidhur me investigimin e misionit Stop dhe mbi aksionin e prokurorisë Beratit, asaj të Shkodrës dhe të policive respektive, duke se gjykata e Beratit është vënë në lëvizje dhe ka caktuar masën e sigurimit për bashortin, për zotin Edison Beshiri. Është prokuroria e Beratit ajo e cila na bë me dije se mbi këtë shtetas rëndojnë këto vepra penale, mashtrimi me produktet ushqimore, fshehja të ardhurave si dhe mospagimi taksave dhe tatimeve, sa është ekzekutuar nga gjykata masa e sigurimit, ndërsa çështja penale është ende në fazën e hetimit. Ekzekutimi i masës së sigurimit nga gjykata e Beratit nënkuptohet si ndalimi për të dalë jashtë vendit, si dhe detyrim paraqitje, teksa kjo çështje vazhdon ende të jetë nën hetim nga prokuroria e Beratit. Pra që ishte vajza? Përveç falsifikime kanë dhe mos pagim taksash. Ky nuk bën as për t'u lyer për plazh, ky që se. Ai, gjë fare. Vajza një Se nuk të ndin të skuq. Laveri në Dhërmi. Babaxhan burr, e përshëndes Laver. Janë bërë djem për mashallah janë rritur. Vite para, kur shkoja unë në Dhërmi, kur se dini ku bite, në fakt, me thonë drejten, Dhërmiu, më thonin budallavo. Se s'kishte rrugë atje Po, poshtë. gjithë rruga që ishte, më thonë ti e budalla që shko atje. Digjeshim ne në ato fillime, vjen erdi Laveri, sa që bëti, sa. Ju jepte vaj u liri. Vaj u liri e mbushte pak me ujë deti, e tunë të Laveri, në lynte, Po, pra, po. e u boshim ne si ato specat e zgarës. Po, pra, ai është për nxirje. Ky që përdor të është vetëm për skuqje. Ky është vetëm për spital. Natën e mirë, përshëndetje, shihemi nesër mbrëma. Natën dashuri. Dakor jeni? Gati goca. Çka ke çuçove, çka ke morën telefon, ha? Ja më ja rregulloj çik të kujdes. Po. Kujdes këtu i tha, kujdes. Është i ri ky çuni, i largo si ja shpjegoj unë. Largo pak, largo. Djalë, kur themi ne natë mirë më pas, ti zhup zum këtu. Ke logoja. Dakor, morë vesh. Natë e mirë. Ska. Natë e mirë. Jo, prit, se s'ka marrë këtë herë. Po, më shpejt pak. I thrasim. I thrasim. Triti. Flonza. Onza. Holla. Hop. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.